Deti, ilaçi i shpirtit dhe trupit. Ka diçka magjike në det. Ai nuk është thjesht një grumbull uji i kripur që shtrihet në horizont, është një shërues i heshtur, një mik që nuk flet por kupton, një frymëzim që mbush mushkëritë me jetë dhe zemrën me paqe. Kur qëndron buzë detit, e ndjen si ajri i kripur të pastron mendimet, si era e lehtë të qetëson shpirtin. Rrahjet e valve janë si një melodi natyrore që fshin zhurmat e ditës, stresin, lodhjen. Një orë buzë detit vlen më shumë se 10 në çdo zyrë terapie. Deti të jep më shumë se pushim. Të jep energji. Të mbush me dritë. Ecja zbathur në rër, larja në ujë të freskët, vështrimi drejt horizontit, janë rituale që të kthejnë tek vetja, tek e thjeshta, tek ajo që me të vërtet ka rëndësi. Është provuar edhe shkencërisht, deti përmirëson gjumin, forcon sistemin imunitar, ul nivelin e ankthit, ndihmon frymëmarrjen dhe përmirëson humorin. Por përtej trupit, është shpirti ai që gjen qetësi. Njerëzit e detit janë më të butë, më të thellë, më të lirë. Ndaj kur të ndihesh i ngarkuar, i lodhur apo i humbur, shko drejt detit. Mos fol, mos mendo shumë, vetëm dëgjo. Deti nuk ka nevojë për fjalë. Ai të sheh, të ndjen dhe të shëron.